Mbrëmjen e dieshme, Loredana u surprizua nga nëna e saj brenda shtëpisë së Big Brother VIP 4. Ato u takuan dhe u përqafuan me mall me njëra tjetrën, ndërkohë që nëna e Loredanës foli edhe për Jozin. Ka ndryshim sepse Jozi që kur është futur për herën e dytë brenda në shtëpi ka ndryshuar sjelljen. E shikojmë që e respekton më shumë Loredanën edhe mua kështu më duket. Fjalët që i tha babai i Loredanës ai po i respekton, tha mamaja e Loredanës. O vdeksha unë për vjerën o Zot, i apriti Jozi ndërsa si në studio ashtu edhe brenda shtëpisë shpërthyen të qeshura. Ledioni e pyeti Jozin, ty Jozi kur të vjen vjera dhe vjeri zakonisht këndon, çfarë këngë do i këndoje vjerës? Kam dyqanin ke Selvia më mirë e ama se e bia, këndoi Jozi, ndërkohë që të qeshurat vazhduan. Ledioni i pyeti si Jozin ashtu edhe maman e Loredanës nëse kishin dëshirë të takoheshin me njëri tjetrin dhe që të dy pranuan. Mamaja e Loredanës dha pëlqimin e saj për sjelljen e Jozit ndaj Loredanës, por edhe për sjelljen e të dy të rinjve dhe për lidhjen e tyre. Ata u takuan miqësisht, ndërkohë që ajo i ftoi të dy që pasi të dilnin nga shtëpia të niseshin drejt Italisë.